nuk e bën rrugë toksore për ta në Itali, përfundon në Firenze. Po të bësh 4 lokale, po thuaj se janë 30 punëtor, kam shumë vizitor shqiptar. Në erdha në moshën 13 vjeç. Vendimi ishte o vazhdo shkollën, ose futja gurbetit, si ku i thomi ne. Kështu që unë për shkollë nuk isha shumë i mirë, edhe atëherë vendosa që të marr gurbetin. Kisha 13 vjeç, unë isa, rrugtimi i zgjati gati një javë, nuk e bën rrugë toksore për ta në Itali, dhe përfundova në Trieste, ku aty erdhi kushërim edhe mori. Pastaj nga aty përfundon në Firenze. Sa erdhëm në Firenze, u dorëzuam në polici, sepse nga që ishim në Renë, atëherë për të përfituar dokumentat ishte vetëm mundësi në këtë mënyrë, që të dorëzosh policia dhe ata të qoshin në qendër pronta akoljenci, ku mblidhen gjithë minorent që janë poshtë 18 vjeçës, klandestin. Edhe ti pastaj vazhdoi këtë procesi i jetës, ku ato të marrin përsipër me të hangme me të pime dhe të japin mundësinë që të morish një profesion e të vazhdoj shkollën e tutje. Ati ishin 4-5 profesione, mekanike, hidrolike, sommeliere. Atëherë unë zgjedha kuzhinën me një këshill që më dha kushëri, sepse tha kuzhinën italiane mund të shkesh gjithkund. Edhe ati vazhdoj pastaj procesi, bana 2-3 vjet shkollë kuzhine. Pas shkollës vazhdova punën në për restorantet të Firencës. Ku me shumë vite najta një nga restorantet më të mirë në Firenze, që ka emri La Giostra, ati bana goxha 10 vjet. Edhe plus disa eksperienca si në Itali edhe jashtë Italisë, gjithashtu si në Amerikën, në Afrikë, Monte Carlo, nga gjitha këto eksperiencat. Ne kemi përgjegjësinë e shqiptarë që duam gjithmonë të kapim maksimumin, por normal që vitet e para mendon vetëm eksperiencën si që të mësosh aq më shumë, që të jesh i gatshëm për të hapur lokalin tënd. Fatkeqësisht do të thotë fat mirë, më rastisi që të isha i gatshëm në moment më të vështirë në gjithë botës. Atëherë direkt pas pandemisë, bashkë me një ortakun tim, Redi, që më shumë ishte ai që ta hapshim një lokal bashk, atëherë hapim lokalin e parë, që quhet Antico Bottaio, fiks pas pandemisë, kur po thuaj se gjithë shokët na thoshin jo prit, ndoshta është momenti i gabuar me gjitha, por e vendosëm, më shumë e vendosej se une, edhe hapim lokalin e parë, pa ti pastaj çdo gjë shkoi mirë. Pastaj ne nuk ngopmi, kështu që pas atij lokalit era mundësia që të hapim dhe lokalin tjetër, që quhet i Trepepi, kur ndodhemi edhe tani. Pastaj me radh vitin që kaloi hapa dhe i bar në Piazza San Firenze. Edhe këtë vit kena hapur një skeçateri ose panineri, si mund quhet, gjithmonë këtu në qendër të Firenzës. Për këtë vit jena në rregull. 4-5 vite, po të lloj 2021 që hapi lokalin e parë, 4-5 vite. Unë fatkeqësisht nuk mund të rri shumë në kuzhinë, për raste se duhet të jemi çik pothuajse këtë gjithë lokalet. Për momente që duhem, mundohem që të jem prezent, paktën në momente që ka më shumë fluks pune gjitha. Ne vozojmë ke kuzhinë italiane normal, me ca modifikime të lehta, por duke personalizuar pjatat, pjatat që janë me i personalizuar për veten time, kuptim që ata që të bëj unë mos t'i bën gjitha vendet, po i çik jo shumë. Edhe kualitetin, mundohemi që kualitetin ta japim maksimumin, edhe servicion, të mundu me bëhet sa më shumë, sepse konkurrenca shumë e lartë. Sidomos vitet e fundit, konkurrenca është tepër e lartë. Po të bësh 4 lokale, po thuaj se janë 30 punëtorë. Vizitorë kam goxha shumë, sidomos 2 vitet e fundit, sidomos këtu tek Trepepi, kam shumë vizitorë shqiptarë. Për mua shumë kënaqësi. Për ata besoj që është kënaqësi, se nga reagimet që marr ose komplimentet që marr, besoj se ngelen shumë të kënaqur. Por për mua shumë kënaqësi kur vin shqiptarë, edhe sepse duket thjesht një vlerësim që po të vlerësojnë dhe ata për suksesin që jetu pas. Mos mund dal kurrë, me përvu gjithë dhe në moment fundit, sepse unë restorantin e parë që kam hapa një moment vështirë. Edhe tham që se ja dola në atë moment mund t'ja dalin gjithkush në çdo lloj momenti. Thjesht duhet prezenca që ti jesh prezencë ke aktiviteti ose ke lokali që ke. Qëse je prezencë është vështirë që të shkesh keq, edhe këtë këshilloj unë që zot dorëzohen.